Hoxha, ka mundësi të bëj seher ata që falin namaz? Kam pa disa video gra me shamia. Pyetja shumë me vend edhe shumë e rëndësishme. Feja Allahu Gjelleshanu nuk lidhet me individ, këto kuptojeni. As me hoxhallar, as me kërkan. Edhe Allahu kur e ka këshillu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ja ka përmend pejgambert para prak, në fund i ka thonë me udhëzimin e tyre edhe ti udhëzohu. Domethënë ndjekë udhëzimin e tyre. Nuk ka thonë ndjeki emrat e tyre. Kështu që udhëzimi i Allahu Gjelleshanu ka zbrit të pejgambert. Edhe udhëzimi sakt bartët vetëm në Kur'an edhe në sunet. Individet, qofshin ata hoxhallar, qofshin xhamat, qofshin gra me shamia, nuk janë udhëzim për neve. Domethënë nuk janë shembulltyr për neve. Po, ne mund të emocionohemi kur i shohim mirë ata, mund të marrim vullnet, mund të mbushemi energji pozitive kur i shohim ata që bëjnë vepra të mira. Po dhe mund të ndikohemi stakfirullah negativisht kur ta shohim një fetar që po bën një vepër të keqe. A ka raste të tilla? Po, ka. Ne kemi pa video edhe neve të ndryshme, sidomos në disa vende të botës arabe që ose islame, më mirë me thonë, që atje ndoshta ma shumë si tradite mbajnë, sikur se kanë mbajt dikur gjyshet tona shamin, edhe ajo ndodhë që s'është fetare fare, e manë shamin sekret, katuni saj e manë, edhe kënina i bën 100.000 zeza dhe manë me magjia me ka rastet të tilla. Pa ka dhe që aso që e ka shamin edhe fa namazin, budallaki ka kamas. Zotin neve na rujt, e na bëft të sinqert, e na bëft pishtar të ndryqus dhe inspirus ka hajri. Inshallah prej të kësheve, nuk marrim mësim, e para dyta, Allahu na rujt prej tyne. A du të më tut? Absolut jo. Veç për ati Gjelleshanuhu, duhet më tut edhe me pas frik edhe shpres. Zotit rujt.